bota nuk do ketë një luftë të tretë botërore? Bota nuk mund të ketë një luftë të tretë botërore. Unë e njoh shumë mirë atë shpirtin tuaj pacifist, po me ato që po ndodhin sot në botë, jo më larg, po revista ose gazeta, se ajo më shumë njihet si revistë The Economist, dje kishte një shkrim kur largohet Amerika nga Evropa, Evropa është sëmurë, thoshte. Unë respektoj shumë revistën The Economist, sepse jam një lexues i rregullt i kësaj reviste. Dhe është me të vërtet një nga, nëse do të ndriçosh mendjen, lexon atë revistën dhe e ke ndriçuar mendjen. Por Evropa nuk mund të largohet nga Amerika dhe vice versa, dhe Amerika nga Evropa. Amerika largohet nga Evropa, se Evropa nuk është se ka qefi shumë. Nuk largohen dot. Nuk largohet? Po s'largohen dot. Në kushtet e problemi është se Trump nuk u pyet ju, po. Në kushtet e globalizimit, asnjë nuk mund të largohet nga askush.